peshta, punë zotit po do mu përzia? Nuk po sa mbrali mu përzi punë zotit, unë po du mu përzi veç në punë komuna na mu përzi. Po jem të shtru asfalti herë. Jo, as asfalt s'keni shtru. Ja kemi nisë Bele, e diçka i thash dikuj. Thash bele Ministria e Infrastrukturës, para mendoj tash ardh Ministria e Infrastrukturës dhe Mjedisit. Dhe planifikimit hapësinor. Llogaritë kënd e kam bë bashk. Po bele thash të kish shtru asfalt, po këta as asfalt nuk kishim nga para ditë e matshim. Në gjys ditë rafshojshim promi kur veke vakti mu shtru para i ke dilli. Edhe e leshim ja nis nestër që po zoni çka keni bën çto 4 vjet për mjedis. Po kemi bë plot punë për mjedis, veç ato i kem shumë letër, nuk i kem zbatuar praktik alo. Kjo problemi më i madh. Alo me shkrume. Me shkrume. Alo me shkrume. Ligje, keti kena na hozë janë. Ani është dorën zemër pak kështu i turpnum si qytetar i Prishtinës edhe i këtij vendi, që secilin vet i thejmë rekordet për ndotje të ajrit. Kur takosh me këtu. Po qysh nuk është bes, është çaq bazike, nuk po me theksu sa rëndësishme me pas ajrin e pastër. Është element, është drejtë e njeriut, është element bazë me pas ujin e pastër. Atë nuk ki ku shkon, plus është ona tjetër që nuk është të fol kërkush bes nëse mundet me u lidh është në ndryshimet klimatike që apo ato pashtu nuk ka të fol kërkush. Ju kujtohen vërshimet në Skënderaj, ju kujtohen vërshimet në Pej, që ka qenë me të vdekun, nuk e di ka qenë në Skënderaj me të vdekun, por në Pej ka pas goxha probleme, sidomos ekonomike të mëdha. Do më kanë qenë milionëshe. Po thojnë mbrar këtë konspiracione, po thojnë këta të mëshme. Jo, nuk ka konspiracione, se nuk ka shkenca konspiracione. Kush i mesëm thotë që është konspiracion. Ai kushdo që ka lexuar 2-3 rreshta për ndryshime klimatike e kupton, është matematik. Domethënë e ki pas temperaturën mëna një viti që ka, tash e ki mëna një viti që ka, edhe nuk me një dimën ftoft nuk matet ajo, po matet bën gjatë ton vitit. Po çka po duam të theksu është? Vendet e vogla si Kosova, ndikimi i ndryshimeve klimatike do të jetë më drastik se sa këtë vendet e mëdha të zhvilluara të Evropës perëndimore. Në kjo top 20, G20, këto çka janë vendet e mëdha. Sepse impakti që do ta ketë ne me sistemin mbrojtës që e kena na, me filtrat mbrojtës që i kena na për domet, për vdekjet, për alarmet që më hershme që për shkak në vërshime potenciale. Ti mas shumë të kime heke, sa ma i vogël je, aq ma shumë do të jetë impakti në ty prej ndryshimeve klimatike. Dhe kjo veç ka fillu, edhe veç ka më bo mazi. Unë e kuptoj që në vend i vogël, nuk e kena ndoshta ndikimin në nivel global, çaq sa mund të pas vendet e mëdha që janë në përbot. Por ndikimi te ne do të jetë shumë i madh. Ndikimi direkt te ne do të jetë shumë i madh për shkak të thatësirave, për shkak të rreshjeve të shpeshta, punë zotit po do mu përzia? Nuk po sa mbrali mu përzi punë zotit, unë po du mu përzi veç në punë komuna na mu përzi. Domethënë punë cilat na muna mi planifiku. Edhe zotit diku me siguri thotë se nuk e kum lexu as Biblën as Kur'anin. Po ai thot me punë të tua mirë më morë, punë jone është me mbrojtje vendin tonë. Do të më morë sebepet.